Mirëmëngjes nderuar shikues, është fleshi informativ në News 24. 8 persona, 7 prej të cilëve klandestin nga vendet e treta humbën jetën si pasojë e një aksidenti në aksin Këlqyr-Përmet. Automjeti ku udhëtonin klandestinët dal nga rruga dhe ka rënë në anë të lumit të Vjos, ndërsa mes viktimave është edhe drejtuesi i mjetit nga Shkodra. Mirë, unë do të lidhem tani drejt për drejt me kolegen Brikena Metaj për të marrë më tepër informacione prej saj për këtë aksident të ndodhur. Brikena, përshëndetje. Përshëndetje Nisit. Dita e sotme ka nisur me një aksident të rënd, i cili në fakt ka ndodhur në aksin Këlqyr-Përmet dhe pikërisht pranë në fshatit Kuqar dhe pranë në vendit që njihet si rapi i Kuqarit. Një automjet me 8 shteta të brenda të cilës të gjithë kanë jetën ka dalë nga rruga si pasojë e shpejtësisë së lartë, duke rënë në anë të lumit Vjosa. Mësohet se 7 persona janë migrantë të paregull, të cilët kanë hyrë në mënyrë të palishme në territorin shqiptar dhe sipas informacioneve të deri tanishme, këta 7 migrantë janë pritur nga drejtuesi i mjetit, një shtetas nga Shkodra, cili i ka pritur për t'i marrë dhe më pas për t'i çuar me shumë mundësi ndoshta në drejtim të Malit të Zinga janë edhe destinacionet e kërkuara të klandestinëve që hyjnë kryesisht në mënyrë të palishme në territorin shqiptar. Brikena, ende nuk janë identifikuar? Nuk janë identifikuar ende. Deri para rreth 40 minutash 2 prej tyre nuk ishin nxjerrë ende nga mjeti i cili ka pësuar dëmtime shumë të rënda dhe është shkatruar pothuajse plotësisht. Dhe ende nuk kemi informacione të plota rreth kësaj ngjarjeje tepër të rëndë në fakt. Brikena, edhe njerë të lutem, ku eksaktësisht ka ndodhur aksidenti? Në çfarë vendi dhe a ndodhin shpesh aksidente në atë pjesë? Ka ndodhur pranë fshatit Kuqar, që ndodhet midis Përmetit dhe Këlqyrës, por është më afër kufirit me Përmetin sesa me Këlqyrën, por rruga në fakt nuk është një rrugë e rrezikshme, por i gjithë aksi nga ura e Leklit dhe deri në Përmet është një rrugë e ngushtë dhe kërkon shumë kujdes në drejtimin e mjetit për shkak edhe të kthesave të shumta. Dhe vendi ku ka ndodhur aksidenti është pikërisht shumë pranë kthesës. Dhe mendohet se shpejtësia e lartë dhe fakti që drejtuesi i mjetit nuk ka qenë vendas dhe ndoshta nuk e ka njohur mirë rrugën, ka qenë edhe shkaktar i aksidentit. A ka ndonjë informacion të fundit nga ana e policisë lidhur me këtë aksident? Brikena, kanë këtu ka parasysh edhe numrin e lartë personave që janë përfshirë në këtë aksident, sikurse edhe për drejtuesin e mjetit, personin nga Shkodra, a dihet gjë? Po, të kuptoj, por ende nuk kemi asnjë informacion nga policia. Jemi përpjekur që të marrim informacione edhe nga burimet të tjera, por në fakt informacionet rreth kësaj ngjarje janë shumë të pakta dhe ende të kufizuara. Ka patur aludime nëse mjeti ka qenë në ndjekje nga policia apo jo, por ende nuk kemi një saktësim rreth kësaj, edhe pse burime nga policia pohojnë se nuk ka qenë. Pra, kjo për vetë faktin se mjeti ka qenë me shpejtësi të lartë apo jo, dhe mund të ketë. Deri tani vetet si shkaku kryesor i këtij aksidenti, shpejtësia e lartë dhe fakti që drejtuesi i mjetit nuk e ka njohur mirë rrugën, e cila kërkon kujdes. E kuptoj. Mirë, faleminderit Brikena për këtë informacion. Do të kemi përsëri lidhje tjera bashkë në vijim me dalë detaje dhe informacione tjera. Të falenderoj. Faleminderit juve. Ky ishte lajmi më i fundit nderuar shikues në këtë flesh informativ.